Allahu xhallahu ala që ka zbrit këtë fe, është ai që ne jemi të bindur se ai e din të kaluarën, të tashmen, të ardhmen. Islami është, kur themi se është nga Allahu, i bie se është i përshtatshëm për çdo kohë dhe çdo vend. Sa ai që e ka zbrit, nuk varet dituria e tij nga kushtet e caktuara kohore dhe rrethonat e caktuara vendore. Por ai është i pavarur nga gjitha këto. Ai din çdo gjë. Për shembull, ne për të mësuar diç jemi të varur nga mësuesi, nga rrethonat, nga kohat e kështu me radhë. Shumë gjëra për shembull i kemi kuptuar me kohë. Po të na ishin shpjeguar kur kemi pas 5 vjet, kur si kishim kuptuar. Apo është dashur më u pjek pak, tash po kuptoj. Do thotë jemi të varur nga koha. Allahu xhallahu ala nuk është kështu. Nuk i duhet atij vjet me kuptu. Nuk i duhet atij mësues. Nga sa ai din çdo gjë. Andaj kur themi se Islami është nga Allahu, shikoj duhet me lidh me këto gjëra. Mos jemi kundërthënës. Kontroverz mes deklaratave tona. Duhet jemi nga ata që do të thotë jemi unik, jemi të ngjitur në deklarimet dhe pohimet tona. Islami është feja e Allahut, do të thotë Allahu është i gjithdijshëm, andaj feja e tij është feja e dijes, nuk është feja e ignorancës, nuk është feja e besytnive, nuk është feja e paganizmeve ndryshme, gjëra të pakuptimta, të palogjikshme, është e pamundshme. Nuk ka mundësi logjika e shëndosh të bie ndesh me Islamin e pastër. Është e pamundshme. Është e pamundshme. Andaj kur themi se Islami është nga Allahu, fillimisht i bie se Islami ndërtohet në dije, në fakte, në argumente, në qartësi, në tekste të shpalljes, në përputhje me logjikën dhe arsyen e njeriut.